unë kam ftuar dy njerëz jashtë studios, të cilët shkurtë do të më shpjegojnë mua dy njerëz krejt të ndryshëm. I kam thirrur krejt të ndryshëm, po ata kanë një ide. Janë të dy me protestë. Për këtë fakt unë i kam thirrur. Dy njerëz me bindje ideologjike si shtatë qendrime krejt të ndryshme, por që mbështetin protestën. Altin Goxhaj dhe Kristi Pinderi. Altin Goxhaj në fillim. Do t'i pyesim tani se si ka mundësi që këta dy njerëz kaq të ndryshëm të bëhen, nuk do t'i pyesim, po si ka mundësi dy njerëz kaq të ndryshëm të bëhen bashkë për të njëjtin kaos. Tani, e nisi me zotin Goxhaj, thash. Çfarë bëni ju aty në protestë? Pati shumë thashë theme se në protestë qëndron George Sorosi. Ju keni gjithë jetën që luftoni me Sorosin. Tani duke sikur ju bie edhe kauza. Sorosi tonë është aty. Doktori, opozita tha në fillim që është Sorosi. Ç'punë keni me këtë protestë? Aha. Jo, mbase e këti gabimin që mendojnë që... Jo, unë nuk e di që është Sorosi. Unë dëgjoj vetëm opozitën, që thotë Sorosi bërtet nga mëngjes deri në darkë, këta heshtin tani se Rama nuk thotë do Sorosi, se është miku, ka qenë miku i ngushtë i Sorosit. Si mund të mbrohet ndryshe Berisha me atë që i bëri protestën si javën e parë. Gjerë mikun Soros dhe justifiko mos pjesëmarrjen e njerëzve të tu duke i bërë të kompleksohen se do shatë Berisha. Pra i për hallin e vetë, a i shpiku Soros si protest, për fakti se aty ka dhe nga Soros, ka dhe homoseksual, ka dhe konservator, ka dhe patriot, ka dhe ballist, ka dhe ateist, ka dhe islamik, ka dhe islamofob, ka të krishterë. Po pra, shumë heterogene. Ma dje, është hera e parë në jetën time, që shpresoj që çdo mbështetës i Arlindit të vi aty. Çdo antar i komunitetit LGBT të vi aty. Sepse është luftë numrash. E para dhe e dyta. Ne nuk kemi dalë për Zvërnesin vetëm. Zvërnesi është momenti që u dërt kupa. Dhe nuk është e vërtet që janë vetëm 3 slogane. Janë 4. E 4 është shumë e rëndësishëm. 4 ti kush është? Shqipëria shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Po kjo është shumë patriotike për komunistët. Kjo vdekja nuk është pak... Revolucioni është... Pëlqen shumë se janë të unifikuar me njëri tjetrin. Është patriotike. Ndërkohë që dhe themi revolucion, mu desh të shpjegoj një turist italian që në mentalitetin, kulturën, edukatën dhe mënyrën si kemi mësuar në shkollë, ka kuptim të nga Italia fjalën revolucion. Që Arlindi mundohet ta përvetsoj si një slogan komunist. Në fakt revolucion Shqipëri këtë çast është përndrysje e një sistem. Jo në kuptimin leftist, majtist. Nuk e kanë më mendje. Është nga një sistem. Dhe në thellë kjo protest nisi një kurthi nuk e kanë mendje, kanë më një tjetër. Kjo protest nisi si një kurth i Ramës dhe i Sorosit për të mbrojtur Ramën nga politika amerikane e Shqipëri e Donald Trump. Dhe ata kishin menduar që nëpërmjet një lëvizje ambientaliste të përfshirë nga grupet majta, të gjetbër, LGBT, të majt, komunist, do bëni ti dhe skenar si në Amerikë kundër Donald Trump, dhe do bite avokati i madh i Trumpit, Sorosisi e dy Rama që ti mbrojtë. Aman pyta e gjej Marta Në këtë mënyrë Rama do bilte i shpëtuar nga njolla e Sorosit. Ajo që nuk llogaritet dot Rama, ajo që nuk bën dot llogari Rama, ishte karma se si ndodhin disa gjëra në këtë botë, që është vullneti i Zotit, dhe shqiptarët pa në Zvërnes kolonizimin e Shqipërisë dhe presionin e gjithë shqiptarëve nga Shqipëria jashtë Shqipërisë. Dhe ardhen e zhvendësimin e popullsisë shqiptare, gjë që nuk jemi okay. Ka patur prit të them të kryesor. Më fal vetëm një fjalë lutem. Po. Dhe kjo protest është një protest krejtësisht patriotike, ku nuk ka rëndësi çfarë ngjyre ke, çfarë preferencash ke, po një anije që po mbytet që Shqipëria, u mblodhen gjithë shqiptarët dhe kemi nevojë për çdo shqiptar që jemi aty, që të përmbysim një qeveri kuislinge që ka një mision që në vitin 92 deri sot bashkë me opozitën e Sali Berishës, me një klasë politike që kanë bërë agjendë dhe plan për ta përzënë dhe për ta zëvendësuar dhe për ta zhduar nga faqe Shqipërinë brenda 15 vjetësh për t'u kthyer në një shtet tjetër. Ka patur përplasje lidhur me shkuarjen e protestuesve drejt Rinasit. Çfarë ka ndodhur? Ju thoni se i kthyet protestuesit nga atje.
dhe është e vërtet, kjo është një fakt. Kush i qoj dhe pse do duhe aeroporti? Unë e di që ju do një lajmë dhe keni shumë të drejtë. Problemi që ndronë që dje ka ndodhur një kurs, po unë jam i habitur sa pak kurse, ose sa të dopta kanë qenë kurset, përveç ati djeshme që pati një peshë, se ku kam shkuar sot protest isha si kalosi i ftyrës Verosur. Po ishte shumë i lumtur mbas një ore, gjys, që u rehabilitua situatë pasi ishte një kurt që u ngrit, për shkak se po shpërthente në gjithë Shqipëri shpërthimi i gardheve, të oligarkëve që po kolonizonin pjesë Shqipërinë. Dhe policia me njerëz të vet, sistemi me njerëz të vet, kishte nevojë për një fitore, për procedura penalisht, për dështuar, që shkojnë protestuesit dhe thyen. Dhe u bë një kurth i cili sot u zgjidh dhe kemi një rikonfigurim të rregullave të lojës brenda organizimit dhe nuk ja vlen më diskutojmë për këtë temë sepse një gabim që u bë, ja që u zgjidh. Çfarë mendoni shkurt se mund të arrijë kjo protestë? Do me thënë, ka të dy gjasat, edhe të arrijë shumë, edhe të fiket. Ju që mendoni se arrijë? Unë besoj që kjo protest, kjo energji kaq pozitive, që nuk besoj në shtetë botës që të bërë ndonjëherë. Nuk besoj të kemi një rast, siç nuk ka pas asnjë 97, në asnjë vend botës përveç Shqipërisë. Kjo është karma e 97-ës, që këta fëmijët e 97-ës, që bën të kundërtën 180 gradë, në kuptimin e imazhit botëror të sjelljes tonë, ndërgjegjes tonë, dhe është protesta e parë sovraniste në historinë e Shqipërisë, që është hera e parë që ne po bëjmë një si thosh lëvizje, do ta quaja, për sovranitet dhe demokraci, që në thelb është një lëvizje për shpëtim dhe çlirim nga pushtimi. Unë nesër jam i thirrur, ose pas nesër, nuk e di, nga antiterrori. Nga kush? Sepse akuzohem antiterrori. Po? Sepse akuzohem që kam bërë thirrje për përmbysje të rendit kushtetues me dhunë, për shkak se kam deklaruar që në 2 korrik të 2026-ës të gjithë refugjatët brenda dhe jashtë Shqipërisë dojnë në ambasadën e Shqipërisë. Ku do Shqipëri? Në ambasadën e Shqipërisë çfarë do Në bëjnë? Shqipëri. Dojmë Shqipërinë, në ambasadën e Shqipërisë në 2 korrik në 10. Po për korrigjuar 2 korrikun në 10. Po e ke thënë ti këtë? E kam thënë. Se ashtu e duket mua, ashtu e besoj. Ashtu e mendoj. Më mirë, dakor. Sepse ne jemi refugjatë në vendin tonë. Pra, përfundimisht, zoti Goxha, ju mendoni që kjo protestë arrin në maksimumin? Kja është? Unë mendoj që djemë shqiptarë, dhe vajzat shqiptare, burrat shqiptare dhe gratë shqiptare të Amerikës, që po vinë këtu në Shqipëri, do të zbatoj një profeci vetëpërmbuese. Që Shqipëria i ka djemt e saj që të shpëtojnë. Bashkë me ne, kuptoj. Ju keni... Ata në pjesa më e fortë, më falë ka mbaroj, është pjesa më e fortë që kemi, se ka një pasaport që këta ka shumë frikë, dhe e dyta, nuk gjem do të një polis që nuk ka një të afër në protest, nuk gjem do të një gardis që nuk ka një të afër në protest. Dhe ditën e duhur, kur Rama të refuzoi të pranoj vullnetin e popullit, që shprehet në faktin e një revolte, ku nuk ka zgjidhje përveç se të shpëtojnë. Jemi okej. Më falë, bas një paqe... Një pyetje të fundit... Në 30 qershor, mund të jetë dita e fundit e paqes me fëmijë, sepse nuk do kemi më arsye të rrim gjithë korrikun dhe gushtin, që Rama ta rrotulloj kështu, siç e bëni Vučići në Serbi. Okej. Ju keni një rol të rëndësishëm aty dhe do ketë organe që Unë jam i qytetar si të gjithë tjerë që kanë njëri prej tyre. Okej. Ne jemi gjithë milingonat që ka mundi me Rama. Ishim milingona në Zvërnec bashkë me Arlin Qorin, ishim milingona në Rjov bashkë me Arlin Qorin, do të jemi milingona në atë shesh, po jemi gjithë milingona të bashkë dhe jemi super përbindësh për këtë konsë që po e shpopullon Shqipërinë.